shkurta i afrohet Elionës në obor, duke u sjell më e qetë se zakonisht, sikur po mendon diçka prej kohësh. Ajo fillon t'i flas me një ton të butë, duke i thënë që ka vendosur të pajtohet me të bëjnë paqe dhe të heqin dorë nga konfliktet e ditëve të fundit. Eliona, e cila nuk e pret këtë ndryshim të menjëhershëm, e shikon me habi dhe mundohet të kuptojë nëse shkurta po e thot me të vërtet apo është thjesht një moment i çuditshëm. Ndërkohë, kur shkurta largohet nga biseda me të, mezi pret t'u flas banorëve të tjerë. Ajo tregohet e sinqert vetëm me ta dhe thot se pajtimi me Elionën nuk është asgjë më shumë se një plan i saj. Sipas saj, ajo po vepron me qetësi vetëm për një qëllim, t'i afrohet Elionës, ta bëjë të ndihet e sigurt dhe e rehatshme, e më pas, siç thot vetë shkurta, t'i nxjerrë fytyrën e saj të keqe. Sipas saj, Eliona po fshihet pas sjelljeve të qeta dhe shkurta beson se në momentin e duhur, ajo do arrijë të tregojë para të gjithëve atë që pretendon se Eliona mban të fshehur. Ndërkohë, banorët e dëgjojnë me vëmendje dhe disa prej tyre habiten nga mënyra si shkurta e paraqet planin, sepse tingëllon e vendosur dhe e bindur se do arrijë atë që kërkon. Ajo shpjegon se pajtimi është vetëm hapi i parë, një lëvizje strategjike për të fituar besimin e Elionës dhe për ta vëzhguar më afër. Derisa të gjejë momentin e duhur për t'i ekspozuar, sipas saj, anën që Eliona po mundohet të fshehë, ndërsa shkurta e sheh planin si një lojë taktike, askush nuk e di si do reagojë Eliona kur ta kuptojë që pajtimi nuk ishte i vërtetë, dhe se pas buzëqeshjes së shkurtës fshihet diçka krejt tjetër.